Përshëndetje, të bëjmë pak muhabet pazari tani. Kemi kohë që nuk bëjmë muhabet pazarësh. Ky është pazari të shtunës. Shikoni tani çfarë mrekullie, çfarë ngjyrash, ca të lira e ca të shtrenjta, mja dhe po e tregoj. Qershit i mora me 6 euro kilen, ullin këtu janë me 7 euro e greke, me 7 euro 50. Këto ullin të Napoli janë çik më të shtrenjta, 8 euro ca kilen. Hudhërat me 7 euro kilen, limonat me 2 euro kilen, domatet me 1 euro e 0,9 centesimi, edhe kungulleshat në njëtën çmim, edhe patlıxhanet e njëjtë çmim, edhe se nuk janë shumë të kështu me sy të mira, po janë shumë të mira brenda. Selinoja me 1 euro e 25 centesimi, albikokat i mora me 1 euro, se i zgjodha vetë ishin domethënë të vendit, ishin ca defekte kështu po ishin shumë të mira. Arrat i mora me 4 euro 95 centesimi, gentilina me 2 euro e 30 centesimi kilja, bananet me 1 euro e 30. Te kam sallatën 1 e 50, do më thënë, një kuti, do më thënë, për t'i mbjellë. Tu kam marrë mishin, tu kam përgatitur tritato me prosciutto dhe mish, na blutin moment të kasapi, se do përgatis nesër agnolotti. Tu kam marrë 1 kilogram mish të grirë, ishte me 9 euro e gati me 10 euro kilen. Tani nuk e mbaj më saktësisht, pasaj do t'i ndaj, po t'i pus në ngrirje. Këtu ka marrë mish spezzatino, do më thënë për gjellë, mish me copa, mish vici. Edhe këtu ka marrë feta pule, gjoks pule me feta. Edhe këto ishin gati 11 euro e ca kilën, tani se mbajnon, por ja vlen, këto i bëjnë në dyqan. Unë pasaj dhe rregulloj, dhe ndaj, dhe pus në përqese, i pus në ngrirje. Ka marrë edhe peshk qepull sot, 2 mora ishin shumë të mëdhenj, i thash mi hiq kokën edhe ato mi pastroj. Të majdanozin a jap një falas, edhe unë pasaj dhe t'i hiq edhe halat, edhe këto të t'i bëjnë e digan, gati 20 euro këtu, 2 të mëdhenj, po gati 20 euro, 2 copa. Tani janë të shtrenjtë, dihet ajo, një shumë mirë është. Me një të zërzavatit paka shumë i gjithë dhe me çmim të ullët, mjafton që të dish ku i blen, të dish dhe më thënë, unë i njoh paka shumë në për atëri vjetu bankat, kontrolloj, për shembull aty ku bleva zërzavatit sot, kastravecat i bleva në një vend tjetër, sepse ato sot nuk i kishin të mira, se duhet i shikosh edhe me sy, zërzavat. Këtu është djathi gjysmën e hëngrën, djathi Toma Piemontese, kjo ishte 12 euro e 90 centesimi. Mora dhe feta greke, po feta greke në vdesim unë e marrë javë për javë, se kanë shumë të shishëm, vetëm se ne kanë ngritë çmimi, se që kanë thënë gati 10 euro tani. Nga 6 euro të 10 kilen që mershim, gati 10 euro. Edhe kaqa të hoteli, edhe bukën, ka marrë bukën, se dhe buka e shumë shishme të blemu, se ato kanë ullin, si që thash më parë, ullin të i kanë edhe të mirë, nuk janë kjo, buka që më bëqen më shumë më gjabafe, thonë këtu vdes për këtë bukë, është shumë e shishme. Unë marrë gjithë në fusë në ngrirje. Ky ishte pazari për sot që ka kustot e këto janë për të fshipur në tokë 1 euro. Ju uroj një fundjavë të këndshme. Ciao ciao!